Në jetë kur mos thuaj kur, sepse ti asnjëherë nuk e di se çfarë të ka rezervuar e ardhmja. Ndoshta në momentin që ti po prek fundin dhe mendon të dorëzohesh, është pikërisht ky çasti që të ndryshon jeta dhe shikon dritën në fund të tunelit. Historia e gazetarit shqiptar mund të duket si një histori filmi hollywoodian, i cili pas divorcit dhe me 2 fëmijë të vegjël, arriti të gjejë përsëri dashurinë me një vajzë 20 vjeçare, e cila ishte studente. Në një rrëfim të rrallë të jetës së tij, gazetari Ismet Drishti tha: "Isha i divorcuar dhe me 2 fëmijë, dhe në këtë moment delikat të jetës time, u njoha dhe u dashurova me një studente, e cila ishte 21 vite më e vogël se unë. Sigurisht që kjo ishte e papranueshme për familjen e saj, dhe unë i kuptoja fare mirë ato. Ne nuk ishim në pozita të barabarta. Unë i divorcuar me 2 fëmijë, ajo beqare dhe studente, plus diferenca në moshë ishte e madhe. Prindrit e saj nuk ishin dakord me këtë lidhje dhe kundërshtuan në mënyrë të vazhdueshme, por pavarësisht kësaj, ne u martuan. Më pas kemi kaluar 7 vite shumë të vështira, sepse prindrit i mbajtën qëndrim bashkëshortes time. Ne na erdhën në jetë edhe 2 fëmijë, e më pas gjërat u zbutën dhe sot kam marrëdhënie shumë të mira me prindrit e gruas. Unë ato i kuptoj, sepse ato ishin të shqetësuar për vajzën, por dashuria jonë ishte më e madhe se çdo kundërshtim i tyre. Gruaja ime e dytë ma zbukuroi jetën, kur çdo gjë më dukej gri në ato momente. Ky është një mesazh që dua të jap. Kurrë mos hiqni dorë nga dashuria, deri në momentin që do të gjeni partnerin ose partneren që ju bën të lumtur dhe ju mbush shpirtin."